2 janar, Zanafilla, kapitulli 2. Kështu përfunduan qielli dhe toka, si dhe tërë ushtria e tyre. Ndërkaq, ditën e 7, Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e 7 pushoi nga gjithë vepra që kishte kryer. Dhe Perëndia bekoi ditën e 7 dhe e shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia pushoi nga gjithë vepra që kishte krijuar dhe bërë. Këto janë origjinat e qiellit dhe të tokës kur u krijuan, ditën që Zoti Perëndi bëri tokën dhe qiellin. Nuk kishte ende mbi tokë asnjë shkurrës në fushë, dhe asnjë bar nuk kishte mbir ende në fushë, sepse Zoti Perëndi nuk kishte hedhur asnjë shi mbi tokën dhe nuk kishte asnjëri për të punuar tokën. Por nga toka ngjitej një avull që u iste tërë sipërfaqen e tokës. Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluhuri i tokës. I fryu në vrimat e hundës një frymëjete dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. Pastaj Zoti Perëndi mbolli një kopësht në Eden, në lindje, dhe vendosi në të njeriun që kishte formuar. Pastaj Zoti Perëndi bëri që të mbijnë nga toka lloj-lloj pemësh të këndshme nga pamja dhe që jepnin fruta të mira për të ngrënë. Në mes të kopshtit gjendeshin dhe pema e jetës dhe pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes. Një lum dilte nga Edeni për të ujitur kopshtin dhe ndahej në 4 rrjedha ujë. Emri i lumit të parë është Pishon. Është ai që rrethon tërë vendin e Havilahut ku ka flori. Dhe floriri i këtij vendi është i mirë. Aty gjenden gjithashtu bdeli dhe guri i oniksit. Emri i lumit të dytë është Gihon dhe ai rrethon tërë vendin e Kushit. Emri i lumit të tretë është Tigri dhe është ai që rrjedh në lindje të Asiris. Lumi i katërt është Eufrati. Zoti Perëndi e mori pra njeriun dhe futi në kopshtin e Edenit, me qëllim që ta punonte dhe ta ruante. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun duke i thënë: "Ha lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Unë do t'i bëj një ndihmë që i përshtatet." Dhe Zoti Perëndi formoi nga dheu tërë kafshët e fushës dhe tërë zogjtë e qiellit dhe i çoi te njeriu për të parë si do t'i quante. Dhe ashtu si njeriu t'i quante qenjet e gjalla, ai do të ishte emri i tyre. Dhe njeriu u vuri emra tërë bagtis, zogjve të qiellit dhe çdo kafshë të fushave, por për njeriu nuk u gjend asnjë ndihmë e përshtatshme për të. Atëherë Zoti Perëndi e futi në një gjumë të thellë njeriun, të cilin e zuri gjumi, dhe mori një nga brinjët e tij dhe e mbylli mishin në atë vend. Pastaj Zoti Perëndi, me brinjën që i kishte hequr njeriut, formoi një grua dhe e çoi te njeriu. Dhe njeriu tha: "Kjo tashmë është kocka e kockave të mia dhe mishi i mishit tim. Ajo do të quhet grua, sepse është nxjerrë nga burri." Për këtë arsye, burri do të braktis baban dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetëm. Dhe njeriu e gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj. Mateu, kapitulli 2. Edhe Jezusi, si lindi në Betlehem të Judes, në ditët e mbretit Herod, ja dietarët nga lindja erdhën në Jeruzalem, duke thënë: "Ku është mbreti i judejve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë." Por mbreti Herod, kur dëgjoi fjalët, u shqetësua dhe mbari Jeruzalemi bashkë me të. Dhe masi i mlodhi të gjithë kryepriftërinë dhe skribët e popullit, u kërkoi ku duhet të lindte Krishti. Dhe ata i thanë: "Në Betlehem të Judes, sepse është shkruar nëpërmjet profetit: Dhe ti Betlehem, tokë e Judes, nuk je as pak më e vogla ndër sundimtarët e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullot popullin tim, Izraelin." Atëherë Herodi i thirri fshehurazi dietarët dhe i pyeti me hollësi rreth kohës së shfaqjes së yllit. Dhe i dërgoi në Betlehem dhe tha: "Shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më njoftoni, që të vi edhe unë ta adhuroj." Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje, u shkonte përpara atyre
derisa erdhi dhe qëndroi përmbi vendin ku ndodhej fëmia. Por kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe pasi erdhën në shtëpi, pan fëmijën dhe Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhanë dhurata, ar, livand dhe mirë. Pasi u lajmëruan në mënyrë hyjnore në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, u kthye në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Por pasi u kthyen ata, ja, një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit dhe i tha: Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty derisa të lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë. Jozefi pra u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij natën, iku në Egjipt. Dhe qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit, duke thënë: Prej Egjiptit thirra birin tim. Atëherë Herodi, duke parë se dietarët e kishin vënë në lojë, u zemrua fort dhe dërgoi e vrau të gjithë djemt që ishin në Betlehem dhe në tërë rrethinën e tij nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës të cilën e kishte hetuar me kujdes nga dietarët. Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë nga profeti Jeremia, që thotë: Në Rama u dëgjua një klithmë. Vaj, sharja dhe gjëm e madhe. Rakela vajton bijtë e saj dhe nuk do të ngushëllohet, sepse ata nuk janë më. Pasi vdiq Herodi, ja një ëngjëll i Zotit i shfaqet në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i thotë: Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe shko në vendin e Izraelit, sepse ata që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur. Dhe ai u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe erdhi në vendin e Izraelit. Por kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Jude në vend të Herodit, atit të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe mbasi u lajmërua në mënyrë hyjnore në ëndër, iku në krahinën e Galiles. Dhe mbasi arriti atje, banoi në një qytet që quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që ishte thënë nga profetët: Ai do të quhet Nazarenas. Ezdra, kapitulli 2. Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe që u kthyen në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij. Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeu, Bilshani, Mispari, Bigvaj, Rehumi dhe Banahu. Numri i burrave të popullit të Izraelit: bijtë e Paroshit 2172. Bijtë e Shefatjahut 372. Bijtë e Arahut 775. Bijtë e Pahath Moabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit 2812. Bijtë e Elamit 1254. Bijtë e Zatuit 945. Bijtë e Zakait 760. Bijtë e Banit 642. Bijtë e Bebait 623. Bijtë e Azgadit 1222. Bijtë e Adonikamit 666. Bijtë e Bigvajt 2056. Bijtë e Adinit 454. Bijtë e Aterit, do më thënë të Ezekias 98. Bijtë e Betsait 323. Bijtë e Jorahut 112. Bijtë e Hashumit 223. Bijtë e Gibarit 95. Bijtë e Bethlehemit 123. Burrat e Netofahut 56. Burrat e Anathothit 128. Burrat e Azmavethit 42. Burrat e Kirjatharimit të Kefirahut
dhe të Berothit 743. Burrat e Ramahut dhe të Gebës 621. Burrat e Mikmasit 122. Burrat e Bethelit dhe të Ait 223. Bijt e Nebos 52. Bijt e Magbishit 156. Bijt e një Elami tjetër 1254. Bijt e Harimit 320. Bijt e Lodit, të Hadidit dhe të Onos 725. Bijt e Jerikos 345. Bijt e Senahut 3630. Priftrind. Bijt e Jedajahut nga shtëpia e Jeshuas 973. Bijt e Imerit 1052. Bijt e Pashurit 1247. Bijt e Harimit 1017. Levitët. Bijt e Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të Hodavjahut 74. Këngëtarët, bijt e Asafit 128. Bijt e Dertarve, bijt e Shalumit, bijt e Aterit, bijt e Talmonit, bijt e Akubit, bijt e Hatitas, bijt e Shobait, gjithsej 139. Nethinejt, bijt e Cihas, bijt e Hasufas, bijt e Tabothit, bijt e Kerosit, bijt e Siahas, bijt e Padonit, bijt e Lebanahut, bijt e Hagabahut, bijt e Akubit, bijt e Hagabit, bijt e Shamlait, bijt e Hananit, bijt e Gidelit, bijt e Gaharit, bijt e Rajahut, bijt e Retsinit, bijt e Nekodas, bijt e Gazamit, bijt e Uzas, bijt e Pasehaut, bijt e Besait, bijt e Asnahut, bijt e Mehunimit, bijt e Nefusimit, bijt e Bagbukut, bijt e Hakufas, bijt e Harhurit, bijt e Batsluthit, bijt e Mehidas, bijt e Harshas, bijt e Barkosit, bijt e Siseras, bijt e Thamahut, bijt e Necjahut, bijt e Hatifas, bijt e shërbëtorëve të Salomonit, bijt e Sotait, bijt e Soforethit, bijt e Perudas, bijt e Jalas, bijt e Darkonit, bijt e Gidelit, bijt e Shefathjahut, bijt e Hatilit, bijt e Pokereth Hatsebaimit, bijt e Amit. Tërë Nethinejt dhe bijt e shërbëtorëve të Salomonit ishin 392. Këta qenë ata që u kthyen nga Tel Melahu, nga Tel Harsha, nga Kerubadani dhe nga Imeri. Por ata nuk qenë në gjendje të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasardhësit e tyre për të provuar nëse ishin nga Izraeli. Bijt e Delajahut, bijt e Tobiahut, bijt e Nekodas, gjithsej 652. Midis bijve të priftrinve, bijt e Habajahut, bijt e Hakocit, bijt e Barzilait, që kishte për grua një nga bijat e Barzilait, Galaditit, dhe që u quajt me emrin e tyre. Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjit, por nuk e gjetën. Prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër. Qeveritari ju urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta derisa të mos paraqitej një prift me urim dhe thumim. Tërë asambleja përbëhej nga 42.360 veta. Pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e tyre, që arrinin 7.337, midis tyre kishte gjithashtu 200 këngëtarë dhe këngëtare. Ata kishin 736 kuaj, 245 mushka, 435 deve dhe 6.720 gomarë. Disa të parë të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem,
dhanë bujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndis në mënyrë që ajo të ngrihej përsëri në vendin e mëparshëm. I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, 61.000 darik ari, 5.000 mina argjendi dhe 100 veshje prifti. Kështu priftrinët, levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, dërtarët dhe nethinejt u vendosën në qytetet e tyre dhe gjithë izraelitët në qytetet e tyre. Veprat e apostujve. Kapitulli 2. Kur erdhi dita e rrëshajve, ata ishin të gjithë bashk në një mendje të vetme në të njëjtin vend. Dhe befas nga qielli u bë një ushtim, si ajo një ere që fryn furishëm dhe mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. Dhe atyre ju duke një gjuhë si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte atyre të shpreheshin. Por në Jeruzalem banonin disa judenj, njerëz të devotshëm nga të gjitha kombet në qiell. Kur u bë ajo ushëtim, turma u mblodh dhe u hetua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. Dhe të gjithë habiteshin dhe mrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit: "Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Dhe si vallë secili nga ne i dëgjon të flas në gjuhën e vet amtare? Në partët, Medët, Elamitët dhe banorët e Mesopotamis, të Judes dhe të Kapadokis, të Pontit dhe të Azis, të Frigjis e të Pamiflis, të Egjiptit e të pjesëve të Libis, pranë Kirenës dhe të ardhurit nga Roma, Judej dhe prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndis në gjuhët tona." Dhe të gjithë habiteshin dhe ishin hutuar dhe i thoshin njëri tjetrit: "Ç'do thot kjo?" Kurse të tjerë, duke përqeshur, thoshin: "Janë plot me verë të ëmbël." Por Pietri u qua në këmbë, bashkë me të 11-tët, e ngriti zërin e tij dhe u foli atyre: "O burra judenj, dhe të gjithë sa banonin në Jeruzalem, merrni njoftim për këtë dhe u vini veshin fjalëve të mia. Këta nuk janë të dehur, siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e 3 e ditës. Por kjo është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel. Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bitë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Në ato ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe do të profetizojnë. Dhe do të bëjmë mrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë, gjak, zjarr e avull tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e shquar e Zotit. Dhe do të ndodhë që kushdo që të therras emrin e Zotit do të shpëtohet. Burra izraelit, dëgjoni këtë fjalë. Jezusi Nazarenas, njeriu i dëftyr nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme dhe mrekulli, dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të tij, siç e dini edhe vetë, ai pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndis, ju dorëzua juve dhe ju e zut dhe me duart të padrejtëve e gozhduat në kryq dhe e vrat. Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga ankthët e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që ai të mbahej nga vdekja. Në fakt Davidi thot për të: "E pata vazhdimisht Zotin para meje, sepse ai është në të djathtën time dhe që unë të mos lëkundem. Prandaj u gëzua zemra ime dhe nga zëlleu gjuha ime dhe mishi im do të prehet në shpresë. Sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbjen. Më dëfteve udhët e jetës, ti do të më mbushësh me gëzim me praninë tënde." Burra vëllezër, lejohem t'ju them haptas për Davidin patriark që ai vdiq dhe u varros. Dhe varri i tij është ndër ne deri ditët e sotme. Ai pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për të ulur mbi fronin e tij. Dhe duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit
duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades, edhe mishi i tij nuk do të shikte kalbje. Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur, por këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Ai pra duke qenë i ngjitur në të djathën e Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e frymës së shenjtë, derdhi atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thot: Zoti ka thënë Zotit tim, ulu në të djathën time, derisa unë t'i vër miqtë tu stol të këmbëve të tua. Ta di pra me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit, se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra e tyre dhe pyeten Pietrin dhe apostujt: Burra vëllezër, ç'duhet duhet bëjmë? Atëherë Pietri u tha atyre: Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj, dhe për të gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t'i tharras. Dhe me shumë fjalë të tjera, po dëshmonte dhe i nxiste duke thënë: Shpëtohuni nga ky brez i çoroditur. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 shpirtra. Por ata ishin ngulmues në mësimin e apostujve dhe në bashkësi dhe në thyerjen e bukës dhe në lutjet. Edhe çdo shpirt i hyri frika dhe shumë mrekullira u bëheshin nëpërmjet apostujve. Por gjithë ata që besonin ishin bashk dhe i kishin çdo gjë të përbashkët. Dhe i shistin pronat e pasuritë dhe u andanin të gjithëve sipas nevojës së secilit. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull dhe duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me ngazëllim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Perëndin dhe duke pasur hir përpara gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar.